ndjej shumë respekt për një njeri I cili e jeton jetën në çdo moment, I cili pavarësisht gjybës, pavarësisht tërlemës në kry, kur del prej xhamis e jeton jetën 100%. Unë gëzoj shumë respekt për personin edhe për vlerat cilat ju I transmetoni, sepse dorën zemër, mbase ma shumë se kur, na dohen hoxhollar, tash po drejtona si hoxh, të tipit open mind, çfarë jeni jo. Me ju tregu mas pari vetës, mas nej të tjerëve që feja islame është shumë modeste. është edhe shumë moderne, gjithmonë ka me qenë moderne. Gjithmonë ka me qenë. Nuk është ajo që 24 orë në ditë ty të tregojnë për 1% e ndalesave, e 24 orë në ditë ti ki mundësi me kallëzu për 99% që është halal. E nuk ka ma halal I dashur ti, e nuk ka ftesë më të madhe se sa ajeti I parë I Kuranit, që është kërko e dijen tane, mësa. Ti I dashur njeri I sharrit. Faleminderit. Përveç në libra, përveç në xhami, ti edhe në mal, edhe me paraglajt kur je, ti e shijon krijimin e krijuesit. Për Zot. Ka një ajet kuranor sefte kur dilshim na për mal. Allahu xhelle shanu bismillah. Efela yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at. Dhe vazhdon ajeti kuranor, thot, a nuk e shofën se si Allahu xhelle shanu e ka kriju devën, e si e ka lartësu qiellin e malet. Vallahi është shumë qejf për Zotin. Sikur ta kuptueshin njerëzit këtë botën si e jetojmë ne. Vallahi unë jam në moshën, e dish pejgamberi alayhis salam kur ka bën shaka. Ka ardhur një grua dhe I ka thënë a do hin xhenet. Ka thënë jo. Ajo amërzit ka thënë si be nuk hin xhenet. Ka thënë jo be nuk hinsh kësha si plak, dhe hinsh si 33 vjeçare. E në unë jam 33 vjet. Inshallah në xhenet ç'kshan hin për Zotin, me fjokët, me frizor, me mjekrën e rregullame, si paraglajder, si motorist, si crossfiter, si një ma I fuqishëm në jetë, se tash unë s'jëm kanë asnjëherë. Valla jemi duke e shiju edhe çështjen fetare, edhe çështjen shpirtërore, edhe materiale në kulm. Elhamdulillah, thajmë 100 herë. Çojni fëmijët për hoxhallar